Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1444, në katedralen e Shën Kollit, u mbajt beslidhja e Lezhës, kuvendi ku u hodhën themelet e Bashkimit Kombëtar. Pikërisht realizimi i bashkimit përbën edhe një ndër idet më të mëdha novatore të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Prej këtij bashkimi udhëheqësi legjendar drejtoi për 25 vjet me radhë luftën kundër pushtimit turk. 1789, Pensilvania heq masën që ndalonte shfaqjet teatrale. 1819, SBA miraton ligjin e saj të parë të rëndësishëm mbi imigracionin. 1836, Republika e Teksasit shpall pavarësinë nga Meksika. 1915, Vladimir Jabotinsky formon një forcë ushtarake hebraike për të luftuar në Palestinë. 1917, Puerto Rico bëhet territori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Portorikanëve u jepet shtetësia amerikane. 1919, Kongresi i parë i Internacionales Komuniste hapet në Kremlin. 1923, në New York botohet numri i parë i revistës Time nga Britton Hayden dhe Henry Luce, duke u bërë revista e parë javore e lajmeve në Shtetet e Bashkuara. 1946, Ho Chi Minh zgjidhet kryeministër dhe presidenti i Vietnamit të Veriut. Nga ky lajm ndoshta më shumë nga të gjithë Amerika do të befasohej. 1977, aktoreja Bette Davis është gruaja e parë që merr çmim për arritje jetësore nga Instituti Amerikan i Filmit. 1983, kryen për herë të parë incizimet në disk kompakt CD nga firmat Philips and Sony. 1992, Moldavia bashkohet me Kombet e Bashkuara. 1994, Miami, Florida, krijohet bulevardi i ri latin i famës. Ylli i parë i vendosur në këtë bulevard është ai me emrin e këngëtares kubano-amerikane Gloria Estefan. 1999 u zhvilluan luftime të ashpra mes forcave të ushtrisë çirimtare të Kosovës dhe atyre serbe në fshatin Pustenik, afër Hanit të Elezit, në zonën e Kaçanikut. Betejë zgjati për disa ditë. 1999, përfaqësuesi politik i UÇK-s, Adem Demaçi, dorëhiqet nga detyra për shkak të mospajtimit me marrëveshjen e Rambujës për një zgjidhje të përkohshme 3 vjeçare të çështjes së Kosovës. 2002, Shtetet e Bashkuara fillojnë operacionin Anaconda kundër talibanëve dhe Al-Qaedës në Afganistan.